22 dhjetor. Ajo mbahet mend vjet kur ambasadori që përfaqëson Bega në Washington tha që e ftova sekretarin Rubio dhe do të vi vizitë në Shqipëri. Ka pasur përsëri një pritje. Si mendoni ju se ka pasur takim personal me ambasadorin e Ramës, Rubio? Nuk merr në takim me gruan me vete. Ka qenë ajo që bëhet në fund vitit kur sekretari i shtetit fton ambasador të vendeve tuaja dhe nga 2.3 sekonda deri në 2.6 sekonda atë fotën e rastit. Veshja protokollare e ambasadorit dhe bashkëtorët e tij janë për dëshiruar. Niveli i përfaqësimit natyrisht do të jetë i ulët kur ministrët jashtëm është dikush si Spiropali. Ajo që po ndodh në Shqipëri po ndiqet me vëmendje nga zyrtarët që mbolojnë Shqipërinë në Këshillin Kombëtar dhe media e djathtë amerikane e ka paraqitur. Duket qartë që amerikanët janë sfidues. Edhe Rama bëri një ballo në një bodrum me verat shtrenjta me trupin diplomatik. Në tryezën qendrore nuk ishte përfaqësuesja e këtij vendi të madh. Nga informacionet tha që s'ka qenë fare. Këtu mbaron loja. Game over. Shpresoj që protestat jetë protestë. Më shumë, më vonë s'fokus sot.